Kush bën istighfar, syfyre iftar, muin Ramazan, betet fitim tar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Askush nuk i ruan veprat e tua të mira më mirë se Allahu subhanahu wa taala. E Allahu subhanahu wa taala do t'i shfaq këto vepra ditën kur do të takosh atë subhanahu wa taala në ditën e Kiametit apo në ditën e gjykimit. Në një hadith që shënon Imam Muslimi sahihun e tij prej Ubej ibn Ka'bit radhiyallahu anhu, thot Ubej ibn Ka'bi radhiyallahu anhu, ishte një njeri nga ensarët, shtëpia e të cilit ishte më e largëta në Medinë. Pra nuk kishte shtëpi më të largët se ai në Medinë. Megjithatë, asnjëherë nuk i humbiste namazin në xhami. E me një rivajet tjetër, me një transmetim tjetër te Imam Muslimit po ashtu thot, la tukhthi'uhu salate me an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Asnjëherë nuk i humbiste asnjë namaz me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot Ubej ibn Ka'bi radhiyallahu anhu, ne u shqetësuam shumë për këtë njerëz. Edhe i tham, o filan, pse nuk e merr një gomar që do t'i hypësh atij, do ta ngasësh atë ditëve të nxehta dhe netëve të errta. Tha ky personi, pasha Allahun nuk do doja kur që shtëpia ime të ishte afër xhamis pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse unë dua që ecja ime drejt xhamis dhe kthimi im drejt shtëpisë, të gjitha këto të llogariten shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala. Kur e ndëgjoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë rast, i tha këtij personit, Allahu subhanahu wa taala t'i ka bashkuar tek ti të gjitha këto mirësi, të gjitha këto shpërblime. E sikur ne këtij hadithi t'ja bashkonim ajetin e Allahut subhanahu wa taala ku thot në surën Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sigurisht që na do t'i ringjallim të vdekurit. Dhe do t'i shënojmë veprat që i kanë bërë dhe gjurmët e tyre. Do t'i shënojmë veprat që i kanë bërë dhe gjurmët e tyre. Paramendoje dalësh para Allahut subhanahu wa taala në ditën e gjykimit, edhe asgjë nga veprat e tua nuk është humb. Madje kanë mbetur gjurmët e këtyre veprave të regjistruara në librat që melaçet kanë shkruajtur për ty. Çdo vepër e mirë që e ke bë, e ka regjistruar Allahu subhanahu wa taala në librin e veprave tua. A nuk mjafton kjo si shpresë, si harriç që të nxjis ty që të veprosh sa më shumë vepra të mira, që të bësh sa më shumë adhurime e që çdo gjurmë dhe çdo grimës e këtyre veprave të mira të del karshi ditën e gjykimit, të del përballë dhe ti përgëzohesh me këto vepra. Andaj kujto se çdo vepër të mirë që ti e ban, qoftë agjërimi këto ditë Ramazanit, qoftë namazi i natës, qoftë sadakaja që ti e jep, qoftë çdo lloj adhurimi, haptazi ose fshehurazi, sapo ta kryesh ti këtë adhurim me laça që e ke në krahun e djathtë, vetëse e ka regjistruar në regjistrin e veprave të mira. E gjurmët e këtij regjistrit do t'i shohësh ditën kur do ta takosh Rabbul Aleminin, ditën e gjykimit. Andaj nxito nga si je në kohë. Ramazani le të shërben për ty si mundësi dhe si mjet që ti sa më shumë të afrohesh afër Allahut subhanahu wa taala me adhurime dhe vepra të mira. Nxito dhe kape këtë moment kaq të madh dhe kaq të shenjtë, kaq me vlerë për ty. Nxito dhe përgatiti gjurmët që dëshiron t'i gjesh që në dunjë. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.